Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ka parë në xhami disa njerëz duke bërë dhikr, edhe ka shku te Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dhe çka ka qenë vepra e tyre? Kanë thënë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Do të thënë këto fjalë më të mira. Por janë bërë një rreth, grup, edhe njëri prej tyre ka pasur 100 gur, edhe ka thonë thuni subhanallah 100 herë. Edhe ka thonë duke e largu nga një gur 100 herë, subhanallah, subhanallah. Do të thënë gjithë bashk me za. Thuni Allahu akbar 100 herë, thuni la ilaha illallah 100 herë, e kështu, një herë gurt nga një anë, një herë nga ana tjetër. Njësoj siç bëjnë njerëzit sot me tespit. Do të thonë që ato gurtë e tespive i nxjerrin një herë nga një anë, një herë nga ana tjetër. E për këta, kur ka ardhur Abdullah ibn Mas'ud, i ka thënë numrojni mëkatet tuaja. Uddu sayyiatikum, se unë ju garantoj që Allahu nuk do t'ua humb të mirat. Do të thënë, s'ka nevojë t'i numroni, që ta dini sa keni bërë dhe t'i bëni llogarit. Disa në këtë kohë nxisin njerëzit që të marrin një fletore, të shkruajnë sa herë kam thënë sot subhanallah, sa herë kam thënë kështu, sa kam thënë sadaka kështu me radhë. Nuk ka nevojë, do të thënë se ato janë të shkruara dhe Allahu nuk ja humb veprën e mirë askujt. Por ti ajo që duhet të jetë brenga jote janë veprat e këqija, si të pendohesh edhe të kërkosh falje tek Allahu. Do të thënë, ky është qërtim prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, një prej dietarëve më të mëdhenj të sahabeve. Edhe i ka qërtu rënd edhe ka thënë sa shpejt shkatroheni ju, o ummeti Muhamedit. Do të thënë, i keni ente pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë thy, edhe teshat rrobat e tij nuk janë zvehur. Edhe ju fillut të devijoni. Edhe ka thonë, ju ose jeni në fe më të mirë se feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose jeni duke themeluar një devijim. Do të thënë, këto janë qërtime të rënda, edhe mohim i rënd për këtë vepër. Nuk është, do të thënë, si kam thënë, si thonë në kohën tonë, ju nuk dini tjetër veç fitne, veç t'i gjeni gabimet e hoxhallarëve kështu me radhë. Do të thënë, gabimet patjetër duhet të qërtohen, edhe të largohen, secili sa ka mundësi. Do të thënë, qëllimi i urdhrimit për të mira dhe ndalimit të keqes, cili është largimi i të keqes, edhe që në vend të saj të vijë e mira, ose paksimi i të keqes. Do të thënë, këto janë synime sheriatike për ndalimin, do të thënë, prej punëve të këqija. Këtë kanë bërë sahabët dhe shikoni si janë përgjigjur ata, kanë thënë, o Ebu Abdurrahman, ne dëshëm khajr, ne s'kishim nijet të keq, do të thënë, kishim nijet që të bëjmë dhikr, mirë po ka thënë, sa njerëz e kanë nijetin e mirë, por nuk e qëllojnë të mirën. Do të thënë, kjo është rregull që duhet ta di muslimani në jetën e tij për secilën çështje të ibadeteve. Nuk mjafton vetëm niyeti i mirë. Duhet ta ketë niyetin që të afrohet te Allahu subhanahu wa taala, edhe duhet ta di rrugën e saktë, si e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë atë adhurim të ligjshëm, si është e ligjshme që të veprohet dhe të bëhet.